Përfaqësues nga gjimnazet e Shkodrës janë mbledhur në takimin organizuar nga Shërbimi Psikosocial të grupuar në forumin Genxë. Qëllimi i takimeve të kësaj natyre ku marrin pjesë edhe ekspert psikosocial dhe të teknologjisë së informacionit është që të rinjtë dhe të reja të aftësohen sa më shumë për të drejtat e tyre dhe përgjegjësitë në komunitet, e të tjera në sfondin e teknologjisë së informacionit, si sqaruan edhe organizatorët e këtij takimi. Është shumë e rëndësishme që tema të tilla si përshëndetjen nënor për angazhimin komunitar, por edhe sfidat e botës digjitale të trajtohen nga vetë të rinjtë dhe të sjellin zgjidhje apo alternativa të cilat janë lehtësuese për vetën e tyre, por edhe për ne si institucione të cilat ne nuk jena shumë gati në përballimin e fluksit, por edhe shqetësimeve që sjell bota e digjitale. Bota digjitale, sidomos angazhimi dhe varësia në botën e internetit, po edhe problemet familjare, problemet e trajtimit dhe shqetësimit që sjell ankthi, që sjell shkolla, por edhe në farë mënyra e re e jetesës dhe stili i ri i jetës, i cili nuk është në përputhje me skemat që ne si prind ose si shoqëri kena para përgatitur për nxënësit dhe për fëmijët tanë. Është quajtur Gen Z, jepi Z, gjenerata Z, që në fakt është gjenerata që tashmë janë këto të rinjtë. Duke pasur parasysh dinamikat e jetës shoqërore, sociale, digjitale, po lëvizin shumë shpejt, është shumë e rëndësishme që t'i krijojmë hapësira dhe mundësi gjimnazistëve të rinjve tanë për të shprehur, për të diskutuar, për të hedhur në tryezë diskutimi problematika që ato përballen, qoftë në jetën e tyre të përditshme, në komunikimin e përditshëm me shokët, me miqt, por edhe në komunikimin e përditshëm digital, që tashmë ato është e paevitueshme që të mos e kenë një të tillë. Është shumë e rëndësishme që të kenë hapësira ku me u shpreh, dhe ky aktivitet i sotëm në fakt nuk është thjesht një aktivitet i radhës, por është një mundësi që të rinjtë të kuptojnë që hapësira për të shpreh është dhe të vazhdojmë ta mbajmë të qëndrueshme. Teknologjia e informacionit ka ecur dhe ecën me hapa të shpejtë përpara, ku jo pak produkte të saj kalojnë drejt për drejt të rinj, duke filluar nga rrjetet sociale dhe deri te platformat e inteligjencës artificiale. Rëndësia dhe dobia e tyre është e padiskutueshme, por ndërkohë nuk përjashtohen as rastet me hapësira për keqpërdorimin e tyre. Ndaj të rinjt duhet të tregojnë kujdes të madh ndaj rrezikut të abuzimeve në raste të tilla.